Në rrugën e rënimit vazhdueshëm, shqiptarët po përballen këto ditë me një përmas të re, të panjohur deri më sot të pasigurisë. Nga njëra anë, pasiguria është shfaqur si kërcënim direkt për jetën nga ushqimi. Dhe nga ana tjetër, si kërcënim direkt për jetën nga kupola e policisë së shtetit. Shqiptarët janë prej kohësh tradhtuar nga qeveria e tyre. Çdo vit më të papunë, më të pafuqishëm para çmimeve që rriten për ditë, pa shërbime publike sipas nevojës, po vetëm sipas xhepit, pa shtet që t'i mbrojë dhe pa drejtësi që të garantojë liritë dhe drejtat e tyre. Por qoftë historia e ushqimeve me substanca të rrezikshme për shëndetin, e qumshit toksik dhe e mishit rritur me hormone të rrezikshme, qoftë historia e kupolës së policisë shtetit, që është kthyer në organizatën më të rrezikshme kriminale të vendit, janë dy anët e të njëjtës medalje. Është medalja e një tradhtie që po merr përmasa të paimagjinueshme. Tradhtia e qeverisë ndaj misionit kushtetues, ligjit, institucioneve, programit vet po e po dhe vet popullit, i cili e paguan për ditë në kurriz çmimin e lartë të kësaj tradhtie. Ja pse kjo qeveri nuk siguron dot më jetën e qytetarëve. Nuk garanton dot më asnjë liri dhe drejt tyre. Përkundrazi, luan për ditë me jetën e qytetarëve dhe e ka braktisur qytetarin e këtij vendi mund mes rrugës. Qeveria nuk siguron dot as ushqimet që familjet konsumojnë apo fëmijët marrin në çerdhe dhe në kopshte. Përkundrazi, luan me jetën e familjeve dhe të fëmijëve duke dhënë deklarata qetësuese me përmbajtje të gënjeshtërt, si në rastin skandalos të qumshit toksik. Qeveria nuk siguron dot as jetën e policëve. Përkundrazi, luan me jetën e policëve. Dihet botërisht se kupola e policisë shtetit merr para për emërime në të gjitha nivelet e policisë. Por këtë herë ka të dhëna të tmerrshme se merren para edhe për shkarkime komisarësh, që flaken në rrugë dhe lihen në pritën e krimit. Media shkruan se është paguar lart në kupol për të larguar komisarin e sapo vrarë. Historia e fotografisë djeshme është rrënqesëse. Jo vetë fotografia, që mund të ishte krejt e rastishme, si shumë fotografi në këtë botë, por historia që pasoi me alibin e turpshme të zëvendës drejtorit përgjithshëm të policisë e me radhë të tjerëve, është një kulmim i degenerimit të shtetit ku realisht nuk gjenden më fjalë. E pra, alibia e djeshme e Kuliçit famkeq dhe deklarata më pastajme e Burgajt, Hileqar, janë mishërimi i tradhtisë ndaj policisë shtetit. Dorëheqja nga hetimi e të fotografuarve me njeriu e akuzuar për vrasjen e komisarit është një mënyrë shumë e padenjë për të fshehur të vërtetën. Atë të vërtetë që në fakt duket haptas nga alibia vetë demaskuese e zëvendës drejtorit për atë fotografi dhe nga deklarata vetë diskredituese e drejtorit për gjithë ndodhin. Ndërsa heshtja e ministrit brendshëm është kapaku, një historie që duhet vazhdoj me dorëheqjen e të treve minimalisht, edhe të ministrit, edhe drejtorit përgjithshëm, edhe të zëvendës drejtorit përgjithshëm. Kjo trio është mallkimi i sotëm i policisë shtetit. Kjo trio është fytyra e tradhtisë përditshme që i bëhet policisë shtetit. Kjo trio është dora e rënimit vazhdueshëm të policisë shtetit. Kjo trio është truri i korrupsionit dhe i kontrabandës që e ka kalbur krejt policinë e shtetit. Kjo trio është veshi që merr fjalë dhe nga krimi dhe goja që i çon fjalë krimit.
Sigurisht nuk kam asnjë iluzion dhe s'duhet ketë asnjë iluzion. Kjo tradhti rënuese ka bekimin dhe dijenin e kryeministrit, i cili pasi u vra komisari bëri një deklaratë për teknologjinë 3G, ndërsa sot priteni me siguri të akuzoj opozitën për kush e di se çfarë të zezash. Ja pse komisarët këputen rrugëve nga plumbat e krimit dhe asgjë nuk ndryshon. Jeta vazhdon njësoj si më parë, deri në vrasjen e komisarit Radhës. Ja pse është thyer ekuilibri në favor të krimit në fushën e betejës shtetit me krimin, ku shteti është tërhequr dhe krimi ka marrë rysh në bashkëpunim me kupolën drejtuese të Ministrisë Brendshme dhe të Policisë Shtetit. Ja pse krimi e ka zënë Shqipërinë për fyti. Dhe ja pse kur Partia Demokratike erdhi në qeveri, evidentoheshin 8.250 krime në vit, ndërsa në vitin 2012 u evidentuan 20.688 krime në vit. Ja pse diferenca në 7 vjet qeverisje është 12.438 krime më shumë, që do thotë se vit pas viti progresioni i rritjes krimit është 1.500 krime çdo vit më shumë. Ja pse vetëm viti 2012 në raport me vitin 2011 evidentoi 3.029 vepra penale më shumë. Ja pse Shqipëria e sotme ka koeficientin më të lartë të vrasjeve për 100.000 banorë në Europë, edhe në rajon. Ja pse Shqipëria e sotme është vendi evropian me numrin më të madh vdekjeve në rrugë, në një kohë që ka numrin më të vogël të makinave për banor në Europë. Kemi 4 herë më pak makina për banor se sa në çdo vend evropian dhe kemi 4 herë më shumë vdekje, plagosje, dëmtime në rrugë se sa në çdo vend të Europës. 4 herë. Ja pse sot është dita për të thënë, o shqiptar që ende shkoni sy mbyllta si tifoz besnik ndaj partisë në pushtet, hapni syt se kjo nuk është lojë me top futbolli ditën e diel, po një lojë me jetën që po bëhet për ditë dhe më e pasigurt, për të gjithë, pa dallim, kudo, në çdo pjesë të territorit. Sepse partia në pushtet ka tradhtuar jo ju që i shkoni pas së mbylltas, po ka tradhtuar dhe vetveten. Dhe qeveria flet për ditë për ju, po bën çdo orë e minutë vetëm punën e vet.